Po përpara se të flasim për ku gjendet Shqipëria, do thoja që duhet përmend Flavio sa herë tjetë mundur që raste si rasti McGonigal tregon se opozita shqiptare ka bërë rreth parë punën e saj me një seriozitet dhe me një trimëri kurajo shumë të madhe. Sepse ne kemi denoncuar sa kemi pasur mundësi çështjen e McGonigal, Partia Demokratike e ka çuar edhe kallëzim në SPAK çështjen e McGonigal me prova të shumta mbi marrëdhënien e tij me Edi Ramën dhe palishmërinë e kësaj marrëdhënie dhe pasojat që kjo marrëdhënie ka krijuar negative për Shqipërinë, dhe në veçantë për opozitën shqiptare, duke i gjymtuar kështu demokracinë. Pra ndonjëherë duhet pak kohë që dali e vërteta, por unë jam krenar në këtë moment që bëj pjesë një partie e cila nuk ka frikë të denoncojë dhe të çojë lart flamurin e luftës së antikorrupsionit dhe pasojave negative që ajo krijon. Për sa i përket Edi Ramës, kjo rasti McGonigal vuri pak më shumë në pa atë që ne kemi thënë, por që janë metodat e diplomacisë së Edi Ramës në përbot.